Sot në pranin e një numri të konsideruar pronar biznesësh, ministra dhe figurat të tjera politike e afarist, u bë përurimi shauriumi të ri i cili do të ketë pjata porcelani nga firma e njohur Bajbone nga Turqia, ku do të ketë shitje me pakicë e shumicë në kuadër të kompanisë Yasin SHPK. Derisa zotri Yasin Sakmani, lidhur me hapjen e sotme, tregon se nga sot të gjithë ata që duan pjata porcelani të kompanisë së njohur nga firma Bajbone. Si kompani jena kompani prodhuese, kryesisht prodhojmë kuzhina industriale dhe këto vitrinat për fura, për markete, tash kemi fillu edhe me do produkte për hoteleri, sikur që janë këta pjatat nga porcelani, të firmës njohur turke, Bajbone. E kena përfaqësinë për Kosovë, kështu që edhe ato do të tregtojmë tash tutje. Ai njëherë të shpjegon faktin se kompania Yasin është ndër kompanitë të njohura në rajon që merret me prodhimin e pajisjeve industriale si kuzhina dhe internjeri të tjera, ku mbi 70% e prodhimeve eksportohen jashtë Kosovë. Ai ka folur edhe për aktualitetin e këtyre prodhuesve. Po biznesi si biznes është pak e i vështirë se jena prodhus kanë shumë problemet ndryshme që lindin nga prodhimi, po jena prodhus, jena një emër që nifemi në region edhe në botë. Kryesisht na eksportojmë diku 70% jashtë Kosovës, kështu që jena të kënaqur. Një mesazh juaj si afarist? Mesazhi jem është që sa ma shumë të punohet edhe të vazhdojmë me qatë rritëm po. Mirë po nga sot të gjithë të interesuari që kanë interesim për pjata porcelani të firmës së njohur botërore Bajbone mund të pajisen me pakicë e shumicë në Prizren tek Yasin SHPK pa numër me Selin në Lubisht. Mos harroni, kuzhina juaj do të ketë një bukuri të veçantë dhe kualitet të lartë, pra mund ta gjeni tek Yasin SHPK në Lubisht të Prizrenit.